Premtimi im solem të gazsjellësit trans-adriatik si një projekt, si një çështje e rëndësisë kombëtare. Gazsjellësi trans-adriatik që transporton gaz nga Azerbajxhani drejt Europës përmes Shqipërisë vijon prej një dekade të kalojë në territorin tonë pa sjellë përfitime të prekshme për vendin. Ndryshe nga vendet e tjera tranzite, Shqipëria nuk përdor as gaz për përdorim të brendshëm dhe as të ardhura nga tarifa kalimi. Përfitimet janë kufizuar në disa investime të vogla infrastrukturore për komunitetin dhe një fond prej 14 milion eurosh. Fermerët e zonave ku kalon gazsjellësi ankohen për dëshpërblime të ulta dhe për degradim të tokës bujqësore, ndërsa shumë prej tyre ende nuk janë kompensuar për tokat e prekura. Për më tepër, premtimet e qeverisë për zgjasje në gaz dhe zhvillim ekonomik nuk janë realizuar. Sipas ekspertëve të energjisë, ky mospërfitim vjen nga mungesa e negocimit të dur nga ana e shtetit shqiptar. Ndërkohë që vende fshinje si Greqia apo Turqia përfitojnë të ardhura nga TAP, Shqipëria ka mbetur thjesht një vend kalim nga përfitimet reale. Fermerët në Fier dhe zonat përreth shprehen të zhgënjur për mungesën e transparencës dhe dëmtimin e tokave të tyre. Ata raportojnë ulje të prodhimit bujqësor dhe mos respektimin e standardeve të rikuperimit të tokave pas punimeve. E pavarësisht pritshmërive të larta që shoqëruan fillimin e projektit, sot TAP shihet si një mundësi e humbur për Shqipërinë, ndërsa të pasojat dhe pakënaqësitë në komunitetet lokale mbeten të pranishme. Ekspertët kërkojnë rinegocim të marrëveshjes për të siguruar përfitime me të drejta për vendin.